Ky emision përmban vendosje të produkteve. Jam me Paron Imanbegun dhe jam në anijen e tij, ndërkohë që ju I pat pamjet e bukura të dhunës si të asaj dhunës që e njihni si të kësaj dhunës që nuk e njihni dhe e cila kufizohet me Shqipërinë, por tani do të nisemi dhe do të ankorohemi tek një shtëpi e vogël e Paros, ku do të zhvillojmë një muhabet. Unë e Paron e ka kap cikleti. Do të bëjmë muhabet ulqini. Nuk du me majt emision, du me bë qef. Një ky vend I zhveç me bë qef. Me nejt, mu qetësu, mi hek stresin e ditës, mi hek stresin e punës, mi hek stresin e dashunive, mi hek stresin e ushqimit, mi hek të gjitha streset. Buna, ulqini, por jo ai ulqini I verës që e njihni ju, me shumë të lovi edhe me shumë zhurmë, pa I ulqini I prillit, I majit, I shtatorit, I tetorit, është një mrekulli. Dhe atë mrekulli ne shumë shpesh e shohim në disa video të një entuziasti fantastik, të një ndërmarrësi të ri, që quhet Faro Imanbegu. Paro, mirë se erdhe në emisionin tem. Mirë se keni ardhur. Edhe unë mirë se erdhe në shtëpinë tane, kjo I shtëpia jote edhe vllazën vet tu. A ish njështu? Njështu dhe më. Për ndryshe miq të nderuar, Faron Imanbegun e njohin të gjithë, jo vetëm në Ulqin, por edhe në Kosovë, edhe në Maltëzi e më gjerë,
për promovimin e bukur që ja bën Ulçinit. Videot e tij mund t'i shihni në Instagram. Instagramin e ka Faro Nimanbegu dhe mund t'i shihni bukuritë e Ulçinit që nuk I keni njoftë më herët. Ne shumica prej nesh, 80% prej nesh e njohin plazhin e vogël, e njohin Valdanosin, e njohin plazhin e madh, plazhin e Grave, ose ato plazhet e vogla ku janë ato restoranet e lezetshme te pishat dhe aq. Faro në faqen e vet ju tregon edhe bukuritë tjera të rralla të Ulçinit. Mirë po, fillimisht, Faro si e? Mirë, jo? A ke pas trem pak që t'kam thënë, hajde se doj me gjiru emision me ty. Ja, shumë. Ja, Maria, për ndryshe, Faro, na e kemi zakonisht e fillojmë emisionin me një dokumentar për mysafirin. Këtë radhë është dokumentari për ty dhe atë e ka përgatit Ben Apolloni. Ta ndjekim miq të nderuar. I lindur në Ulçin, më 1985, Faro Nimanbegu është një personalitet që ka lidhur jetën dhe veprimtarinë e tij ngushtë me qytetin e lindjes, duke ja kushtuar atij energjinë profesionale dhe pasionin personal. Fëmijërinë e kaloi buzë Adriatikut në Ulçinin e lashtë, ku kreu shkollimin fillor e të mesëm. Pas studimeve ju bashkua kompanisë familjare që merret me import-eksport të materialeve ndërtimore. Me punë të palodhur dhe vizion menaxherial, ai e ngriti biznesin në një nivel të ri dhe sot e drejton si menaxher I përgjithshëm. Përveç trashëgimisë së biznesit, Faro ka zgjeruar aktivitetin e tij në sektorin e hotelerisë dhe në analizën e zhvillimeve turistike, një fushë që lidhet natyrshëm me pasionin e tij për fotografinë. Përmes objektivit të aparatit ka dokumentuar dhe promovuar bukuritë natyrore e kulturore të Ulçinit, duke bashkëpunuar ngushtë me organizatën turistike të qytetit për ta prezantuar atë me dinjitet në arenën ndërkombëtare. Udhëtimet janë një tjetër pjesë e pandar e jetës së tij. Deri më sot ka vizituar 48 shtete duke takuar kultura, tradita dhe përvoja të ndryshme. Megjithatë, dashuria më e madhe mbetet Ulçini, qyteti ku rrit dhe ku vazhdon të jetoj. Ëndra e tij është ta shohë Ulçinin të renditet ndër 50 destinacione turistike më të njohura në botë. Një detaj tjetër që e dallon Faron është zyra e tij mbi det, anija personale me 2 kabina ku shpesh punon, planifikon projekte dhe njëkohësisht gjen frymëzim për fotografitë dhe analizat e tij mbi turizmin. Faro është I martuar dhe bashkëshort I përkushtuar, e shembull I njeriut që e ndërthur me sukses punën, pasionin dhe vizionin për të ardhmen e vendlindjes e familjes. Prandaj, sa herë që bëhet fjalë për një njeri të përkushtuar ndaj punës e pasioneve, ndaj familjes e Ulçinit, Faro Nimanbegun të gjithë e kanë në majët gjuhës. Ky emision u mundsua nga Frigo Deluxe. Edhe miq të nderuar, na falni që po I majmë syzet sot, por ka shumë diell dhe neve po na vjen dielli në sy, kështu që me Faron jemi me syza. Me syza kësaj jetë. Syzat e bukura I paske. Faleminderit shumë gjithashtu. Ndërsa kur të vish në Prishtinë, te Optika Simoni, që unë me ble syza se I kanë syzat më të bukurat në Prishtinë. Faro më difta tesh. Ti ke lind në Ulçin. Ulçin. I ke 2 vllazën. 2 vllazë. Motra s'ke, Motras. e ke babën, e ke nanën, Po. edhe. Je I martuar, I ke 3 fëmijë. 3. Fillimisht, a mundesh me na diktu çfarë fëmijë ke qenë kur ke qenë I vogël, a ke qenë sherra, ke qenë I urta? Si fëmijë si ton fëmijët, kena pas periode që kena qenë edhe si sherra, domethënë si fillen pak murrit, për sekonisht si fëmijë kena qenë të qetë. Kena një gjuna në, kur na kanë thirrë hajde shtëpi, kena pas akshamin, kur ka kënu hoxha, I dash më kthej shtëpi gjithmonë. Atë gjallin. Edhe një ashtu, ma vonë, si fillen pak sa njeriu mu rritë mu zhvillu, aty qilen kufin tjera, aty kena bë pak sherrë. Keni bë. Cili ka bë qenë pak sherri që e man mend që ta ka idhnu nanën për? Nanën na ka idhnu kur e ka ly shtëpinë. Pa. E kanë ly mjeshtrat shtëpinë, edhe neve s'na ka pëlqyer ngjyra. Ata kena pas marrë ndonjë ngjyra që kena gjetë nëpër kova të moshme, I vjedhshim prej gjyshit e pikëtyne I vjedhshim pishkallave dhe kena shoku kena ly vet. Aja ka qenë ma dramatike, se arsye ishte se ish dash me prit me gjetë derisa ish planifikue, ish rregulluar, ma unë kur ish ly,
Ma unë e kena shu, e kena zbukuru si fëmijë. Edhe që ju ka thënë nana? Që me thënë nanat janë gjithmonë tolerante. Po baba ishte ashtë. Babën ishte ashtë mi prit ke kajshia, ishte ashtë s'kene gëzu mi prit shpi. Që ka baba kur ka ardhë? Zakonisht që kemi ba fëmijëve, shi nga ka bërtit, pak sa bela vesh, nga kanë rraf me thupur. Nga kanë rraf me thupura. A i ke babën halanja ashtu rigoros? Njësej, si sa të këtë. Me thanë nuk ka, kur mundet me kërësit telefoni deri natje, kur thëtë baba guxen me kërësit vesh një herë, do të mu lejmë për një herë në telefon. Nuk ka me prit dytën herë. Nuk ka me prit. Mirë, ti edhe ndërmarrës, do të thotë ju e keni edhe biznesin privat tash me babën, baba e ka themelu baba edhe ju të tre vllazën të punoni aty, e keni Limani Company. E keni edhe hotelin e juj. Kush vetet aty? Baba apo njeni prej vllazënve apo ti? Tanë vetena, veç baba në shkruan. Ai ishte ai cili në fjalën e fundit gjithmonë. Do thënë ai ishte më tepër si kultura, si respekt. Ndërprindit normalisht na kena gjithmonë idejat e jona i qesim si thotë, por zakonisht baba ishte ai cili vendos gjithmonë. Okej, mirë, baba ka pas vendos për ty që ti të shkosh në fakultetin ekonomik dhe të studiosh në Sarajevo. Baba nuk ka vendos. A s'ka vendos? Ja, baba s'ka. Unë kam pas qef. A ti ke pas qef? Unë kam pas qef edhe baba më thonë më shka shkollë se nuk u duhet shkolla kur gja. I vetmi babë që më ka thënë në të punë, edhe unë ndërkohë vendos që më shku në fakultet Sarajevo, më shkryu ekonomin, për arsye se kam nanën prej Bosnës. Do që flasë edhe për nanën më vonë, se nanën e kam një prej vetmeve gra zhytse që ishtë në qenë, që i merret me zhytje. Edhe në të rast unë e shkenjë Sarajevo edhe pregaditëm për provimin pranues, kujtohet atëherë kisha trem, kisha nervoz, kisha hallet e asaj pune. Vendimin e kam paspru plot, ndërkohë atë natë, si thot, nesër natë e kisha provimin pranues, atë natë mu më lejmërojnë se mu më ka ndru jetë gjyshin, ka vdek gjyshi. Kam qenë shumë i lidhur me ta, me gjyshin sidomos. Edhe unë vendosem që mu kthy Ulqin atë natë. Shkaku gjenazeve edhe tyne si ka qenë, edhe emnin e gjyshit e kam. Edhe prej atëherë unë kur mu fakultetin me sytë më ka po, shkolla. Do të thot, ti e ke lanë... As dokumente s'kam shumë i marrë ma. As dokumente? Okej. Sa ndjen mungesën e fakultetit për biznes, apo se ndjen fare? Pa, realisht, ja. Mendoj se përvoja ma madhe që mundet më bëjsh me punu me njerëz, me komuniku me njerëz, me pas normalisht se nuk mund me hek hakun shkollës, por në këtë zonë si jetom na ose në këtë rrëfin të njerëzve, besoj se përvoja ishte gjaja ma mirë që mundet më mësu nesër fëmijët vet ose një tafër me det. Çka mendon ti ke tash ke vajzën edhe ke dy djem? Çka mendon, a do t'ja kishe dhënë të njëjtën këshill që ta ka dhënë baba ty apo jo? Djemve po, vajzës jo. Vajza duhet më shkollu. Vajza gjithsesi që duhet më shkollu, duhet me pas një bazë vetën për jetë përpara, domethënë nuk ish maja koha që dikur vajzat ish dash me lanë shtëpia dhe me prit derisa të vinë koha më martu. Kurse djemve mundën me vendosë vetë, në varet domethënë si e kanë opinionin e tyre dhe si e kanë në fundit edhe talentin edhe tyne në varet se çka ishin përdoren, nëse ishin diçka që mundet mu studiu, mu përforcuoja në rregull, nëse ja keni me punu me babë. Shumë bukur. Mirë, ti e ke kalu rinin kryesisht në Ulqin. Po. Cili është qyteti i parë të cilin e ke pa pos Ulqinit? Pos Sarajevës, pos Podgoricës? Pos këtyne me thonë drejt gjeri, unë kam pas qyteti i parë që kam shku ka qenë Dubai. E di se ish pak sa qesharake edhe ashtu. Du me të kallëzu kështu, se na shumë pak jene udhëtu edhe zorë, edhe neve na i kanë hek vonë viza. Edhe ndërkohë vjen një varianta, mu vjen koha mu martu. Kena pasur të shku mu lokal Bela Kosovë, Sarajevo, Kroaci, rajon, po. Ndërkohë unë e vendos me shku në Dubai. Dubai ishte atëherë, bane sa ke sheshi i ajtë kryesor kur janë qilë fontanat e këta, unë kam qenë vetë me grua dhe 2 vetë tjerë. Dhe më thanë, liva thate, kërkush njeri të gjallë, që kur kam shku me shumë vetëve, kam pasë se s'mu është më vepru mu atë. Po, njerë.
edhe për aty domethënë ajo ka qenë si pushim, si thon na honeymoon, mas martesës, domethënë kam pasur të lirina mundësinë atë në Cili shkollë. vit ka qenë ky? 2010. 2010. 2010 që shumica se kanë ditë të shkojnë për shkollë. Atë ka qenë fare diçka e re, po. Ama mirë, domethënë prej atëherë kam udhëtuar shumë, domethënë kena udhëtuar shumë zakonisht në këtë pjesën e lindore. Shkojmë në për Azi, në për Filipinë, për Indonezje, Kinë, Hong Kong, Tajland. Po, Ta pjesë, Rishtas ke qenë në Tajland. Në Tajland, po? Në Tajland kam shkuar në 2018 mbate, çka është. Po. I kam pa fotografit, nejse, s'ka Nuk mund lidhje. të kujtohesh tamam se Unë e kam pa që të lëviz shumë. Çka ta merr mendja, çka kishte me mujt me u shfrytzu prej vendeve tjera si ide që me u praktiku në Ulqin? Oh, ka shumë ide. Ka shumë ide. Njatri, na i thuj njatri. Çka si për shembull? Se unë e di që ti disa veç i ke qitë në praktikë, se ti me anijen tënde krijon momentet paharume për turistët që vinë në Ulqin. Do të thotë shërben edhe ushqimi, shetit në për vendet që ata nuk mund t'i shohin prej toke, po vetëm nga ana e detit. Po çka tjetër kishe mujt me... A di si është një gjë që është kryesore në Ulqin që e kam unë që ja them tjerëve, kush e kupton kush ja. Turizmi është dek shumë delikate. Domethënë na kur punom turizëm me 2025-ën, unë nuk mendoj për 2025-ën a kam pas sukses ajo. Unë atë gjë planifikoj 2026-ën, se turizmi është dega që ti nëse di këndë mund me qof me fjalë të mira, nuk ka nevojë me shërbime të mira, qof me fjalë të mira, ajo domethënë din kthehet më vonë. Nuk është diçka se ulqinarët e kam ka qenë sezona mirë, merri parë ditën e mirë, bojë mos ju pafshin. A kupton? Nuk është ajo, domethënë turizmi është diçka që duhet mu punu me planifikim për 2, 3, 4, 5 vjet e ardhshme. Ai është gjë delikate që me fol drejt për mua pak vete kanë kuptuar. Atë gjatë është na ka sjell, atë gjatë kena shumë patësh për shembull me booking. Ti duhesh me punu si mjet me fitu notet e mira që për vitin e ardhshëm dikush tjetër me të rezervu kur ti shoh notet e mira. Domethënë një keq tana ajo gjë që sillet. Prapse mendoj se Ulqini e ka mikpritjen edhe kulturën gjithmonë e ka pas zhvilluar si dashit qoftë, në çfarëdo aspekt është njerëz që kanë pritë edhe për të mira, edhe për të këqija, edhe për në tana rrethana, domethënë unë besoj se shumica e njerëzve kanë qenë në qendër të kënaqur. Çka ta merr mendja aty Ulqini, sa e ka puna e bukurive, apo sa e ka puna bukurive që vinë njerëzit, apo puna e shëndetit, se shumë kosovarë vinë edhe puna e shëndetit. Patesh varet ai se edhe paksa në lidhje me paksa delikate, sa varet e prej cilit gjeni. Nëse i ri nuk mendon njeriu ai për të për shëndet ajo. Domethënë si vjen më vonë plazha madhe shumë shëruese të gjithë dinë atë gjallë, domethënë për raum, edhe për astmatikët. Si thash në Ulqin ka vend për tana punë. A dan ujt amël, kam kallëzu, a dan ujt njëm, a dan plazh me ran, a dan plazh me gur, a dan lum, a dan liqe, a dan çka dush. Tana tiki, a dan mushnosh, a dan me pushu, a dan me ba qef, a dan me ba party, tana musi tiki, a dan shqip, sërbesht, greqesht, çfarë dush. Po, shumë bukur. Nja ishtë. Edhe ulqinafti din të gjitha gjuhënat, kështu që në çfarë do gjuhe që ti ofroheni, mos mendoni që nuk mund t'u akthejnë, sidomos gjermanishten, anglishten, italishten. Gjermanishten e kanë ditë gjithmonë. Gjithmonë e kanë ditë për shkak se turistët shumë në vitet e 80-ta gjermanët e kanë pas pushtu këtë pjesë. Ne momentalisht jemi te Lumi Buna dhe Lumi Buna praktikisht ofron një vistër të elementeve të bukura të turizmit. Është qetë, është party, sidomos një maj këtu. Ka ditë se këtu. Po këtu nuk dëgjumi se këtu bëhet party tërkohën. Sa mendon ti se është shfrytzu Lumi Buna? Po me bëmë shiku në mënyrë ja Lumi Buna, jam ty duhet të foltash për komplet plazhën e madhe dhe Lumin Buna, se ti duhesh me njoh plazhën e madhe se si ka qenë dikur ka qenë deri ke Topogani, zjet kujtohet. Ja, ç'po. Edhe prej aty ka qenë Livath, na thoshin përpara më shkoni se ka lop, edhe në fakt edhe ka pas edhe lop.
edhe komplet i zhvillu plazha madhe. Domethënë, filla prej plazhave që janë mas tash nuk e di tash saktë MCM ose Saranda, edhe deri në fund edhe tan janë lloj, domethënë ke plazh për party, ke plazh për kajta, ke plazh për familjar, ke plazh gjithë tana lloj. Kur vjen te Rikelumi buna shef edhe vetë, domethënë maksimalisht është shfrytzuar se cili, me thënë metër katror me baraka, me shtëpia. Kjo është zonë ta i thonë tiha zona. E kanë shpallë si tiha zona buna për punën si me rujt qetësinë sa da pak. Par chillen, ka vende që edhe bëhet pak muzikë, normalisht jam edhe një pengesë ekstreme, par shef edhe vetë, buna ishte magjin vetë, ishte diçka tjetër. Mirë, Faro, në këto momente unë do të doja të ta dërgoj aty një SMS. SMS-in e ka përpilu Ben Apolloni. Ti këte, nuk e shikon, e ban copy and paste të 5 shokët e tu. 5 shokët? 5 shokë, 5... Munesh vllaut mi aqu, munesh të 2 vllazënve mi aqu, kujt të dush, por ti nuk e shiken. E pastaj të tregoj që i ke qu. Okej? Qartë. Edhe ta shohim se si do të përgjigjen ata. E ke. Domethënë mos mi lexu fare. Jo, nuk guxon me lexu. Ndërkohë, miq të nderuar, derisa Faroja ja dërgon 5 miqve të vet apo edhe vllazënve apo kujt do, veç grus mos ja ça. Miq të nderuar, Ola garant po lakmon. Kishte qenë edhe ajo këtu, mirë po, Olën ne kemi në kuzhinën e në majët gjuhës atje dhe ta ndjekim çfarë receta ajo ka përgatitur për sot. Wow, ma pas ka pru me loti kafen anit Vilvetës, para se me fillu. Unë po ju thamë që staf ma të mirë se radio, televizioni, 21, veç ka mashtroni se s'mune me gjithë. Ku ma ka bu këtë kafe, valaj pepi, një herë të nëjë po filloj. Shikus të nderuar, pas kafes Vilveta, më dhani energji edhe mirësia dhe kujdesi milotit për mu, atëherë unë po filloj me plot energji pozitive t'ju t'jepja dhe është një tamë jashtëzakonisht të mirë, lehtë, që përgatitet shumë lehtë, edhe keni tashti të gjitha perimet, po shihni edhe vetë bukuria e dyjasme, po. Prandaj unë po ju tregoj si ta gatuni. E merrni një tavë, pak si më të madhe nëse doni. Edhe meni, për shembull për një tavë për 4-5 veta, dikon 2-3 patate. 2-3 kongullish. Dy karota. Speca gjelbërt, që mu duk ma e mirë. Speca të kuq. Qep, sa i veni kryp, piper të zi, pak piper të kuq, patligjonat zi. Patligjonat e zi, kur mos i përdorni pa e loni herën në kryp, pastaj i shpërlani dhe i mene sepse kanë këtë shije tjetër. Se kanë një farithësie patligjonat e zi, prandaj për mjë hek, ajo ethja i boni me kryp, i leni pak, i shpërlani dhe janë të gashën. Edhe me borën, e cila nuk në lejon me gabun kuzhinë. Edhe ta shti ven edhe patligjonat e zi. Për marë patligjonat i ven në fund. Kishte qenë mirë nëse mundësisht me pas domatina, por nëse nuk i keni, atëherë mundën me përdor edhe domatet normal. Hudra, 70 thelbi hudhe, vetëm i ndani për gjystë. I vene kështu.
vaj ulliri. Dhe pastaj e fusim këto në furrë kështu. Dhe pastaj e nxjerrim e përzini edhe i herë që të skuqen të gjithat njëjtë. Por, para se të futni në furrë, Fino na mundson me përgatit ushqimin mirë dhe pare e merr një letër për pjekje. Ashtu. Dhe foli aluminit mbi. Furën edhe në maksimum dhe e veni kështu në furrë për 30 minuta. Shikus të nderuar, pas 30 minutave e shploni dhe e nxjerrni prej furrës dhe e përzini. Vyni kohë pak më e gjatë për mu pjek dhe kësaj tash ja shtoni 2 lugë oregano, magdanos, dhe disa gjethe dafine. Dhe përzime përsëri. Dhe tashti, kjo është përzim mirë. E renditni kështu edhe herë dhe e fusim përsëri në furrë dhe pjekit deri sa të vreni që e provoni dhe e vreni deri sa jon pjek të gjitha perimet. Nuk duhet me qenë shumë e rreshkur, e stërpjekur, por është tamam me të mbet ashtu e butë dhe me qenë të gjitha perimet të pjekura. Dhe tani besoj që tava është e gatshme dhe mundem me nxjerr prej furrës. Shumë e mirë. Fantastike. Shikus të nderuarja, tani këtu e keni një tavë me të gjitha perimet, pothuajse domethënë tash sezonale që kemi në vjesht, dhe këto mund ta hani kështu vetë, ose ta shoqëroni me ndonjë pilav ose pire ose çka do që dëshironi. Me këto shumë të bukur dhe të shijshme, shikus të nderuar, unë ju përshëndes duke ju uruar gjatë të mirë. Faro, a ja dërgove? Po. Okej, tash presim, veç e bën zilen. Ka ardhur një... Ka ardhur një mesazh, hajde. Para se me lexu mesazhin Se kam lexuar mesazhin. që e ka kthy, ja mesazhi që e ka dërgu Faro te miqtë e vet. Te 5 miq, Te 5 shokë mi, Te 2 vllazë dhe edhe 3 shokë. Shumë bukur. Ja se çka ka shkruar Faro ose Ben Apolloni. Shika, jam ty ik me gru një 5 ditë për Spanjë. E s'pa kam kujt me jalan me mi shiku djemt se vajza më shken të vllai. A mundesh me mi shiku djemt vetëm 5 ditë, kur të kthehem ta kompenzoj. Që poruka e parë, mesazhi i parë. Po. Qa mi bojnë me hangër djenve t'juj, pa merak. Ka këthy shoku. Këtë cili ta ka kthy kështu? Elviri, shoku e mjafës. Shumë bukur, a të ka ardhur dhe një mesazh tjetër? S'ka tjetër. Çka mi ba me hangërun? Pa, qa mi bojnë me hangër unë djenve t'jej se pa merak. Se pa merak, okej. Do të thotë veç po e kërkon menyn se çka janë mësu ata me hangër. Pa. Tu i blej qeva pa byrek? Ja, të dhe ishtim thirë se me siguri e ka pa mesazhin. Qoj me interfon. Ebeni. Halo. Që ti po? Që kur gjajnë të në bunjem të ba një... të i nëjnë bunjë të. Po mirë, super. Pa, diçka vlaj, a ke shruti këtë poruk, a ke ba kopi pas? A ke dallu se e kam ba kopi pas, pa?
E ke dallu, se na shkruam ulçinak shumë pak më ndryshe se edhe. I kena pak sa ma thjesht me koda. Kush e ka nisë këtë? Jam me televizit Kosovës RTV 21-shin. Tu i bëj reportazh edhe ma kanë çuar një mesazh, më kanë thënë çoje njerëz më të afër me pa kush po del I pari thotë si Kush po del I zoti me kush ti po del I jep. zoti. Je dash mi ka ditë, më? Ai dash pak sa më bëj dit. Ai dash mi bëj. Ashtu si të shkruajnë, shikaj jam ty pru fëmit në 12, maj ata dhe kthehem në 17 e bën çat dush. Vesh mi këtë gjë. Ashtu ish dash më thënë. Okej. Faleminderit shumë. Do me thonë urdhën, pa ti pruj fëmit? Pa ti që të shë muhem ka këtë poruk. Hajde mua. Kush të ka shkru këtë mesazh? Ata shën, ish dash mi bëhen pak sa mi Po, ishte dash Benit mi thanë në gjamar, duhesh mi kthy në ulçinakçe. Po, që pa e qej, pa I thëmë gjerin, pa thanë. Jo, hajde bane një selfie edhe qoja muhos. Për ndryshe muhon e kemi me këtë vjetër, është njeri prej arkitektëve më në zë momentalisht tani në Ulqin dhe Tesh e din ai se kush e ka shumë mesazhe. Okej, tesh e kemi radhën e pyetjeve të Benit. Që muhe ishte në tjetësh. Ja, ma uli. Ata uli, okej. Tesh e kemi 5 pyetje. Këtu janë 25 pyetje. Prej secilit kavanozë zgjedh një. Edhe këto janë pyetje me spec që I vën Ben Apolloni. Është producenti jon artistik. Urdhëro. Do të thënë me zgjedh një në pyetje. Me zgjedh njënën. Edhe pyetje të zoshme tërse. Tesh nuk e di. Çka ka baj, nuk e di. Nëse një musafir të pyet çka është ulsini, a e dërgon me një herë tek Instagrami yt. Ben ulsinin të gjithë dinë se çka është. Ulsinin e din tanu mund vesh me kazu dhe një vend që se ka pa kërkush dhe një vend mshef. Kruçin. Dhe një vend Kruçin ose Valdanosin ose dhe një shpellë ose dhe një gji ose dhe një plash që s'mund më mbrit vesh me anije. Se për ndryshe pun tjera në qenë I din tanë. Benua, ke menuti si ka qani këtë. Për Ulqin jemi të folë. Sa herë ditë e përmend fjalën Ulqin dhe për çka si zakonisht? Ulqinin e përmend shpesh, pa mendoj në zemër e kam normalisht për tana gjanat, pa kur e përmend për të keq. Që pa të kallëzoj pse. Pse? Kur shef dhe një gjë që s'duhet, ja Ulqini s'mundet ma kështu, ja kjo duhet mi ndryshu, ja kjo duhet mi bë, nëse e përmend për të keq me jemë. Se për ndryshe. Çka pengon për shembull në Ulqin? Pa në Ulqin një fije balansi nërmjet institucioneve bela. Po. Nërmjet institucioneve edhe popullit ose si ti thamë popullit që kanë hotelet private, plazhistave. Një fije kooperim pak më tepër bela. Jetë është diçka të madhe për një gjë, që është një fije që duhet me punu më tepër. Çka mendon çka I mungon Ulqinit që e kanë qytetet tjera? Në krahasim për shembull me Durrësin. Se nuk mund ta krahasojmë Ulqinin me komplet Shqipërinë. Po e krahasojmë Ulqinin për shembull me një qytet, me Sarandën ose me Mu unë e krahasoj Ulqinin me tanë botën, ja me tanë Shqipërinë, që flet. I mungen askur gjë, një fije po kësa rregull, një fije bela në komunikacion. Parkingje. Edhe ishte parking. Pak ma pastër me qenë. Pak ma pastër, bela pak sa ma tepër da si thohet manifestime të ndryshme që munden më organizu gjatë verës, para verës, post verës. Gjana të tilla. Një fije pak ma tepër rregull kur gjatë. Një fije pak ma tepër rregull. Po s'pas kanë bërë shumë punë? Një ta munden mi ba. Ja, ta munden mi ba, që mëse prit dësat me shkënjës për plazhet deri ke hoteli se na lodhen të në thonë që me ba komunikacion. Ja, ishte të mërshme, por me gjithate prepi ke radhë të gjata dhe s'po I pengon njerëzve. A është çdo kafene në Ulqin vend ku flitet vetëm për peshkim dhe det
apo kanë nga ato të guximshit ku flitet edhe për futboll? Tash ke shpytje e zorshme për mua. Ke shpytje e zorshme për mua. Zakonisht janë damuna, kafet e kapitanëve, janë plazh vogël, aty flitet deti, kanopi, peshku, moti, këtë atë, kurse kafe tjera që janë ke shkolla, që janë tash ma inë aty është tema ma tepër e futbollit. Aty është tema ma tepër e futbollit. Okej. E morëm dhe këtë përgjigje Benma. Kanë ngel vetëm Ma shkan plazh vogël me fol për futboll, në ranë ku janë kapitanët se të padukesh si aja dhia zesë ndërmbardha. Ku e pin kafen ti? Gjithku, ku më rrisin tash. Edhe te futbolli edhe te kapitanët. Kur s'mundesh me një hedh trunin balon, si thomë në airplane mode, edhe mundesh me ndonjë kënaqësh. A është vërtet në Ulqin vajzat janë të buta si buka taze, ndërsa kur martohesh bëhen si gurrabie të forta. Ku shkam të ti mua ojsa. Më fal Albi, po më duhet mi thanë drejt një këtë pyetje se s'guxej me rrejt. Fiks një ashtu. Buta derisa s'martohen. Fiks të më thanë derisa prun shtëpi, kur vjen shtëpi mirë ka thanë një gurrabie fort. Ja, ka thënë parën vjet ka thënë si ka thënë, parën vjet është si pul, dytën vjet si dhelpën, a tretën vjet si ujk. Ishte asnjë fjalë më. Në çfarë faze e ke gruan ti tash? Unë kam 15 vjet martesë me gruan, martu i ri. Por atë shkom shumë mirë, domethënë shikat edhe në Instagram që ju të gjitha i ndani bashkë, Po. Mu m'pëlqen që ti shetit shumë me gruan, edhe gruaja është pjesë e pandashme edhe xhirimeve tuaja. Po. Albi ishte zhytse e fortë. Domethënë mu më duhet për video që i bajnë nënoj, se është zorkën, më nëshme marrë aktorin më të mirë në botë, kur e fut nënoj e më të medun pa frym. Albin e kam për e të skena, normalisht edhe kur shkom në pushime dikejt ata i shfrytëzom gjithmonë që me mujt me bade një videoklip diçka interesant. Bravo. E përmendëm ma herët, e kemi vetëm edhe një pyetje, por e përmendëm ma herët edhe nanën. Nana ende merret me zhytje apo jo? Nana eme ishe lemun në Bosnë fiks në Gorazde. Ishë bosnjake tamam. Edhe aja tash i ka 65 vjet. Po. Edhe para disa ditëve ju kam dërguar edhe klipin, e kam nanën, lutem thot më qa me anije në këtë pikë, hyn edhe 3-4 orë ishtë në ndetë. E kam një frigorifer shtëpi plot me oktopod. Kinanës. Edhe peshka par zakonisht oktopod. Nana e që ishë ma forta, kur i thëm nanës, si mund është me nej 4 orë në noj. A ishtë thot e vetëmja pjesë që unë pushej thot që nuk e një babën të folë. Aja ka gjithë pushimin atë. Pasjeshi pak për zakonisht burrat ikin prej grave se gratë flasin shumë. Ja ishë pjesa. Shumë e lezetshme, shumë. Gja e lezetshme. Ishtë fakt interesant se për ulqinakeve unë nuk e di gra që zhyten. Aja i ka me pushka, kur vjen të si me armatim vjen në nije, se unë nuk jam njeri, unë nuk kam qef me zanë peshkën, kalzej drejt, i kam me vegla me tana, me një hangër kam qef. Po, ama mi zanë peshkën, ja. Nana ishtë e vetënja sadjune prej grave në Ulqin që merret në këtë punë. E nuk ishe lemu në Ulqin dhe me dhanë s'ka të baj me Ulqinin fare. Aja ka artë me 85 në Ulqin, 84. Po e ka pasion. Edhe ka, prej atë ditë deri setat e kje, pa perajat, maskën, këtë atë veglat, ndet edhe hynë edhe 3-4 orë në s'dim ku ishtë nanë. O, sa deri sa kthehet mon me cagerë, me peshk. A ke klip të xhirum të nanës? Kam. Atëherë, miq të nderuar, në këto çaste do të ndjekim një klip të vogël për nanën e Faros, si zhytja vetme në komunën e Ulqinit. Kjo është gjë e rrallë, sidomos për moshën që e ka. Se zhytse të reja ma merr mendja që do të lindin, ose kanë lind, ose janë diku, po kjo për moshën që e ka, mu më fascinoj edhe fakti që tha, ik prej babës nuk e një gjej 3-4 sarë.
Rudin e kemi sot me një recet të re. Ta ndjekim recetën e Rudit. Na erdhe dilja, prap, e dilla e bekume, çka do të bëjmë sot. E mendova çka kanë qef fëmijët mas shumë te ku shkojmë nëpër markete, supermarketet mëdha, gjithmonë lypin ako mus çokoladës. Unë sot do t'ja tregoj një recetë të musit të çokoladës së qumshtit, që është shumë e shijshme, që për fëmijë është fantastike. Një sasi të panës e kom vendosur për vlim, çokoladën e zezë, si dhe sasia tjetër e panës do të bëhet në mikser. Nëse i vendosim në gota, nuk ka nevojë të vendosim për forcues apo stabilizues apo gelatin për sasi të musit, sepse çokolada kur është e qumshtit apo e zeza e forcon. Mirë, por nëse na duhet për ëmbëlsinë, patjetër duhet që të vendosim për forcues. Panën duhet të arrohim 70%, në anën tjetër kemi vendosur sasinë e njëjtë të panës për vlim. Momentin që vlon, ne e ndalim nxehtësinë, pasi që ka filluar vlimi, e largojmë nga nxehtësia dhe ja shtojmë sasinë e çokoladës. E lojmë të pushoj pak dhe pastaj vazhdojmë dhe e përzim. Unë kësaj radhe kom marrë fruta të malit, të cilat i kam zier pak, pas sasi të sheqerit, dhe do t'i vendosim në këto 2 gotat. Pana është e gatshme. Hop. E çka bojmë në taburat tona në kuzhinë kur gjo heq. As mundin pastru, që janë shpëtim. Vazhdojmë, çokolada veç është shkryt e përzim. Derisa të shkryhet plotësisht. Sot, Rudi është zgjuar për të bërë shere, për të përkatur në të gjitha anët e kuzhinës. E marrim sasinë dhe ja shtojmë panën së rrohur. Tjetër. Dhe musi është i gatshëm. Marrim një lugë. Zakonisht musi bëhet më i hollë, mirë po kur të mbani në frigorifer për mbi 1 orë ose edhe në friz, minus mundeni me vendos, atëherë forcohet. Po shta malit e kemi një mbush qështu. Nga ka të kru sasi e musit, e vazhdojmë një pas emisionit, është mjaft i hollë. Tash dikush dëshiron që me i vendos dekor të frutave sipër, ose dhe mund personalisht më pëlqen ja vendos në brendësi, në mënyrë që kur të forcohet musi, atëherë frutat shijojnë edhe më shumë. Vendosim edhe lëndën e frutave vende. Dhe i vendosim për ftofje. Dhe jam i dashur një recetë shumë e lehtë dhe shumë e shijshme, sidomos për fëmijët. Unë tani këtu i vendosi në frigorifer. Mos e lëni pa na shkruar nëse i provoni recetën tonë. Nëse keni diçka pa qartësi, të gjitha informacionet i keni në kanalin tonë të YouTube-it Maja Gjos me Gjerin. Deri të dielën e ardhshme, mirëmbëjtje. Dhe kjo është pyetja e fundit, Faro.
Qa ka Kesh ma zorshëm duket, kjo të gerujt, të kesh shënuri kesh. Jo. Kesh ma pytja ma zorshëm. Unë nuk e di çka kanë ta se këto i raton Beni. Ajo është e vërtet që Ulqini është aq i vogël sa një turist që humb gjendet mas 5 minutave. Ulqini ishte i vogël si qytet, për me gjetë turistin për 5 minuta nuk ish poenta, ish problemi se na e gjim turistin, se na njash kena qef me thi njëri tjetër, me fol ku je, shka ke ba, ka tret, s'ka tret, që me i herë merret vesh shka ka. Dhe me thanë, vesh që ish fakti, isha dhe nuk tretën një turiste, shko mi kërku 10 se kena dezinformatën ndërkohë. Për shpejtësis që kena mi përqu lajme, shko me kërku tjera kem. Se kemi qef me marrë halku në përgoj. A ishi ashtu? Mas na, thujtë është dhe titesh. Titesh. Gja maje pak sa, maje të fude. Po zakonisht qytetet e vogla Qyteti i vogël ishte. ish lezeti pak me në gja, kur ulesh mi pi kafe në natje, pa ish lezet pak me marrë halku në përgoj, se s'bahet muhabet veç për libra. Qa me thanë? A ish një ashtu? Zore ka me thanë një ashtu ishtë. Zore ka me thanë një ashtu Jo, ishtë. po ta thamune, se edhe une kam qef mi marrë halku në përgoj. Që për Kena shembull qef me komentu. unë djeja mull, kam pi kafe dhe kam marrë ty në përgoj të ditën, për të mirë. Pa, për atë punën e kam pitje 2 litra ujtë ty më ka blemë, se s'di se çka kam. Kam e stikësi si majmun të ndikin. Të ditën. Një gjatesh. Një kja ish fletorja e emisionit Majt Gjuhës, edhe një tu, që këtu ishtë në shkru, Niku. Një tu të shkeme më shkru Faro se si e kalove të në emisionin tem, si po duket dita e sotme me Gjerin, me ekipin, çka pret prej emisionit, do të gjitha këto do të dalin në fund të vitit në rrjetet sociale të emisionit, e një Si prej foto? tyre do ta shkruje Më të shunë desh? edhe mbas e lexon. Shikus dashur, ju që nuk keni kohë sot me përgadit, po ju rekomandoj prej tashit perfeta 2 lloje, pikant edhe thjesht. Nuk është bashkë e thjesht, edhe kjo e thjeshta, po i ka me temri klasike. E kryni buk e perfeta, një copa e lyë dhe në për veti nuk e lo. Për juve që keni pak kohë, këshyreni qëtë recet deri në fund se shbash interesante është. I ko marrë disa qiqra të cilat janë të zime para prakisht, edhe qëto ka dale kom i shtyp me piru. U shtypën të gjitha me lehtësi. Tash kemi me ashtu një luk gjelle ajk, pakës mustard, tranguj, mundenit freskët, mundenit turshi, edhe qep të kuqe. Mos të harrojmë krip dhe piper. Vaj ulliri, mundeni edhe lëngun e një gjysëm limoni. One nuk ja shtoj se që nuk më pëlqen, nuk e di pse. Ushqimet që përzihet lëngu i limonit veç për hatër tjerve ja shtoj për veti asnjëherë. Edhe i shtojmë oregano, mundeni manzuran, mundeni trumz, cilën do prej irzave që e keni në dispozicion. Gjithashtu ju që i doni ushqimet më pikante, mundeni edhe spec djegës. Ju që e përgatitni për fëmijë nuk ju kisha propozu. Salvetat bora, shqyqër i kemi me na e më shef marën, për krejt rëmujen që e bojmë tu përgatit, edhe që. Atër dashur meq, unë bukën kom e da 2 pjesë, edhe njenën kom e ly me mbushjen me qiqra që përgatita vetë, e tjetrën kom e ly me perfeta. 2 lloje të sanduiqve. Dyjat me vlera ushqyse.
dyjat shumë të shishme. Njëra e përgatitur vetë, e tjetra e bler e gatshme. Me këto dy mënyra të ushqyrjes, pa asnjë paragjykim, po me shumë dashni edhe me shumë mirë kuptim për gjitha nonat e reja, sot po ju dëshiroj një të diel të këndshme. Tung tung. Ky emision u mundësua nga Frigo Deluxe. Na e lexo, Faro, çka ke shkruar? Në lidhje me emisionin, se emisioni ishte shumë i thjeshtë edhe i këndshëm për mu personalisht. Besoj se ky emision do të ketë një efekt pozitiv në marrëdhënien ndërmjet Kosovës dhe Ulçinit në përgjithësi, si gjithmonë na afrojnë edhe më tepër megjithëse ne jemi shumë afër. Edhe gjeri si gjithmonë plot harizëm, kënaqësi dhe dashuri për Ulçinin. Faleminderit shumë bukur. Fort bukur. Ne kemi dhe një gjë në fund për Faron, mirë, po para se të shkojmë te ajo gjëja, unë me qëllim e kam lanë këtë dronin këtu. Se droni është njëra prej armëve më të fuqishme të Faros, edhe Faro, a mundesh tesh me hap, me vun funksion, a mundesh? Mund pjesërisht, se si kam thënë vetë me vedi, për përshtypjen që duket. Po. Edhe në këtë e kena me vedi ku da që shkojmë, çantë, kufer, ka një nuk marrim buk, dronin e marrim. Po, edhe Gjironi. Mujtë si mi bëllë një të telefonet me na njët për trup fare, që mësë pas ma nevojnë, ashtu na njët për trup ma atërshë. Ta shofim atë ka ardhë dhe da një SMS. Atë ka ardhë? Ja, As një SMS? As një SMS. Kujt i ke qu SMS-a? Astritit Dragovoja, sa i ke qu? Ja. Astritit i kam qu, Benit i kam qu, Vlas Harit i kam qu, Elvirit i kam qu, që ta se ma ka këthy edhe muhës. Vetëm Elviri dhe Muho ta kanë këthy. Ata sigurt dalin heret në punë. Edhe janë 100%. Online. 100% mund me qenë edhe ja arsyeja kryesore. Ndërsa Astriti ty pikturu, ka fjetaj deri në 4 natjes, s'ka fjet pa. Okej. Përndryshe Astrid Dragovoja është njëri prej piktorëve shumë të talentuar të Ulçinit, edhe pikturat i ka murale praktikisht. I ka shumë të mëdhaja dhe nuk gaboni kur të vini në Ulçin ta kërkoni edhe Astrid Dragovojën, t'ja shihni pikturat e ndoshta edhe t'ja bleni, se janë unike, nuk shihen shumë shpesh në për këto ekspozitat që mbahen zakonisht si në Maldëzi ashtu edhe në Kosovë. Mirë po, tesh për të fund, nuk e kemi mas një mesazh. A e dim se të kemi thirrë në emision? Ja. Ja. Në teoria. Në teoria. Se e kemi thirrë në emision? Ju kemi në majët gjuhës se jeni shembull për të mirë. Jeni shembull për të mirë, Faro, se je ty kontribu për turizmin e Ulçinit, për Ulçinin në tërësi. Të faleminderit për punën që po e ban. Unë si gazetare dhe si gjysmë ulçinake të falenderoj mirë, po të falenderoj edhe si shqiptare për punën që po e ban për Ulçinin. Gjeri faleminderit edhe juve. Domethënë mas tishit ju edhe si nga ana gazetarisë, edhe nga ana si miqësisë, edhe si në tana mënyrë, besoj se Ulçini ishte qenë një Ulçin fare ndrysh, por në këtë rast edhe ju keni kontribuar shumë për mirujt edhe popullin, edhe vendin, edhe gjuhën, edhe turizmin, edhe gjithë zonat, domethënë si piknisje e kena gjithmonë e kena pas domethënë Kosovën. Faleminderit shumë. Këtë mund ta vendosësh. Okej. Jo, po them këtë mund ta vendosësh diku në zyren tënde, edhe pse këtë e ke zyre sa ti. Shëvujnë anije më edhe ta kena për kështu që të falenderoj shumë për kohën, unë e di që edhe pse shtatori është pak më i qetë, megjithatë të je shumë i zanun, por para se t'i themi bye Faros dhe këtij vendit të bukur këtu, ne kemi një mjet pune të tande, në dronin, edhe e kemi lanë me qëllim këtu. Unë ta në konë të menu se e kam harru këtu, ata hek, mas ta hek. Ti e ke vu me qëllim këtu? Unë e kam vu me qëllim këtu, pikrisht,
që t'na tregosh praktikisht si funksionon, unë e di si funksionon, po si funksionon tani në fund që t'i themi ne lam të mirë miqve tanë që po na shikojnë. Vegël e thjesht, një kesh, dhe me thonë, arsye ishtë që ishtë ka që i vogël kompletohet që gjithmonë e kena me vedi e marim në përpushime, si të thash edhe parë dronin e marim, bukën e harum, edhe pjesa kontrolleri, dhe me thonë me cilin e kontrolloj, edhe telefonin që normalisht zakonisht gjithmonë e kena me vedi, montim i vogël fare. Duhet bela pak kohë sa mu aktivu të satelitet e këta vejret. Zakonisht këtë rënë edhe mundesh me që dhe pi ku dush, pi anijes, pi dhomës pritje, si thonë. Okej, që u aktivizu. U aktivizu. Te shky ishti gatshëm kur janë të gjitha dritat jeshile. Bra, këtë një Okej. Edhe më duhet veç... Të lidhe. Tani është gati. A ish gati? Tani është gati. Veç rruj pak durt. Okej. Qënë të këtune direkt, të është s'pa qëmë alër. Njeto. Dhe miq të nderuar, ne ju përshëndesim, unë dhe Faro ju përshëndesim nga ky pozicion këtu, nga kjo bukuri këtu. Ju dëshirojmë një të diel të këndshme, një javë të mirë, tutje. Këtë ftyrën, sa do larkë që është, këtë ftyrën do të shihni përsëri javën tjetër, ndërsa Faron mund të shihni në Ulqin kur të vini, për shkak se e keni gjithandej, jo vetëm në për kapet e kapitanëve, por edhe me anijen e vetë, si në lumin e bunës ashtu edhe në det të hapur. Ju duam!